Edhe disa janë konë me një plej me thëj, disa bura, e disa jemi konë me gra. Edhe na kanë marrë janë një, edhe të na kanë do për i grave, sa të ka smonin e mua jemi konë edhe disa tjerë. Ti ndërkohë në moshë shumë i ri. Musha jam ka qenë dikon 16 vjeç. Edhe mu të fundit u kanë do, po kur i kun po këta tjerë të i rej në barë, sa të ka smonit, ato ishin të bu të i rej me drunga me stupë sa të partit. Qaj polici para meje që ke, u morë, u më qitë në rënd me ta e sene, kur i më dollë jashtë derës të hymbjes, kur i kun po këta të i rej, ato i kun po 5 sekunda. Marna 5 sekunda u më këthy më hinë marna. Edhe aj polici që u morë mu habit të më shu atyme, se unë e poshtë i morë hazë atyme më shu, civilve, të pa fajshëm. Ina hinë marna, i kum nejtë që to me grau me thmije sene, edhe i nishëm të bërtit të i rej me drunga në marna. Na ishëm jashtë i nishëm këtë të bërtit ata të i rej. Edhe i kanë marrë, i kanë rej një orë, një 2 orë të konë i kanë rej, i nishëm të bërtit e sana. Ato tani i kanë nisë për pjetë kodrës, edhe ka molli. Ato, ta nuk e kanë ditë heqë ta civilt, edhe janë rënë prit, i shikon të i prit ushtëria dhe policia sërbe atje në altë. Ta s'kanë ditë kur gja heqë. Edhe një i kanë masakru, i kanë vrau. Forcat e shumëta paramilitare. Paramilitare ka pas një numër i madh i ushtrisë dhe i policisë sërbe. Paramilitare, krejt që i kanë pas, janë konë ato. Ato i kanë masakru, edhe nas kemi di që i kanë qua atje nas i mi konë mrena në bëld, në shpe. Pe të ujt, u nalen zënrat, nuk u nishin fort, edhe i mi dalë mas shpijes sa dhe i kasmonit e ka pas një drejtari, i mi shku të shpija Ram Shabalit, me grave, me thmije, me krejt. Graut dhe thmija janë hinë mrena, unë i nisha kërsime, ato gju, autoblinda ato si janë për fshat, edhe i mdollë të dyët e Ram Shabalit. I ka pas një për dyët dronit, si se të kujtohet, e ka pas edhe një farë gume për fune, por mës me hi, na i thëmë qate, mës me hi, edhe e kushti gumën e dyrëve me gesht, visa shascyne. Ato e kun po Saide me tushin, një plakë kun e vraune të dyët e Nezbeden Jakupit. Që ato i mbro për mes të i këshyrë në dyrë, arë një ato blind të thëmë na për mahallës nëllët. O nëllë bashkë të kufërma, me paramilitar, edhe si kisha me thonë 50 metra. 50-60 nuk u malar. Që ashtu s'kum livrit heqë, edhe i kum këqyrë, ka nejt një 15 minuta kanë ngu. Paramilitarët, edhe ngëshin, mos kona i livize me vrau, se mos po i shet dikush. Mos po i shet dikush, edhe kush bazon, me zon me vrau. Unë s'kum bazon heqë atu, e kanë prit një vetur për shtim me s'ka harë, një vetur e bardhë. Si se të kujtohet, u konë nip, i thëshu, laud, nip, që se. U këthy mas autoblindës, janë zhdyp 2 politë sërbë, një unë e ka kopë sa i demetushin qëto, e një unë e ka kopë të gojtë qëto, nër gojë pak, për kam, edhe kanë gjuhë në kipek, të veturës. Mi shduk gjurmet kjo. Mi shduk gjurmet, ato e kanë shduk, edhe janë hypë në vetur, autoblinda unisë e para, vetura më pa e bardhë, unisë mas autoblindës. Edhe pe atu i tani e ka nisë më të rjekë forca sërbe. Pe fshatit, ato im hinë mrena, i këmë thonë grove që një plakë e kanë morë, për nuk e disha kush është aja plaka. Asë me emën se disha kush është. Në regull, tani janë esin këtu grove e krejtë mu shpërngull pe fshatit, me dollë shtime, petruve, ka kanë mujtë me gjithë venin. Kërështarë se qëfar ndodhi me pjesën e plakës. Bashkë familjarëve. Po, ato tani kur im shku të shpija une, vetë, në bërtunin, e këshin masakru në zmi merin plakin 70 vjeq. S'ka pos as djem, as i vetëm më konë, as ka pos gru, as kërkan heq. Ato e këshin masakru në bërtemin. Kër im shku, e këm prej kufurmen, hoqë në i theshëm, qu, livret prej kufurmen, po si s'ko shanjë tjetës. Edhe ju mu që to këm rejt një 15 minuta një zetë. Që ke gjithë trupin e pajet në këtë rast, të masakruar në qëfar gjendje? Pjesën kënina për para ka pos këtë shët prejne. Se u dëke këtë pjesa këtë e prejne i shkonë, ftyrën edhe kry qëto qitë pjesën qëto e ka pos. Ato këm nejt një 15 minuta. S'kisha që me boj, isha i ri, isha i vetën, qëto të kufur ma këm nejt.
Ato tani jam taku me Enveri Merin, me djalin e Mixhës edhe me Adem Bajraumin, i na taku. Edhe i thash që Hoxhën, se na Hoxhi thëshëm, e kanë vrarë në Bartunin, është i masakruar në Zmej Meri.